marrë shkans për këtë bisedë duke nisur nga një status i juaj për sa i përket forumit të dialogut politik. Çfarë po ndodh konkretisht, cilat janë hapat e ndërmarra dhe sa shpresë krijon kjo për një marrëveshje të unifikuar? Ideja kryesore e forumit për dialog politik ka qenë që të mësojë diskutime dhe dakordësimi midis partive politike apo forcave të ndryshme opozitare për disa çështje të rëndësishme. Dhe një nga temat më të rëndësishme që ne mendojmë se duhet të diskutohet është kodi zgjedhor. Kemi parë që zgjedhjet në Shqipëri janë të deformuara për shkak të shumë situatave, por një nga arsyet kryesore është pasja një kodi zgjedhor i cili nuk favorizon hyrjen e partive të reja, nuk jep në realitet ose nuk pasuron në realitet dëshirën e votuesit, sepse kemi parë që deputet ose mandate janë fituar nga një parti me 64.000 vota ka prodhuar një mandat, ndërsa partia më shumë në pushtet, Partia Socialiste me 7.000 vota, 8.000 vota ka prodhuar një mandat. Gjë që do të thotë që dhe referuar Kushtetutës Republikës Shqipërisë kemi pavarësi votës, që do të ishte kundërta, do të kishte votë të barabartë dhe të drejtë, dhe kemi deformim të vullnetit të votuesit. Në këto kushte, ne kemi propozuar partive kryesore opozitare që të kemi mundësinë të ndërhyjmë në sistem. Një nga format e ndërhyrjes në sistem, që është lançuar dhe këtë ditë, është një sistem proporcional kombëtar, me listë të hapur i cili do të mundëson dhe do të jetë një lloj barazie në marrjen e mandateve, në përkthimin e mandateve për deputet të gjitha partive të cilat do të përfshihen në zgjedhje politike. Kjo mendoj që është e drejtë, kemi pasur diskutime dhe negociata me të gjitha partitë, po vazhdojmë të negociojmë në mënyrë që dalim me një qëndrim të përbashkët të opozitës dhe besoj është proces në vazhdimsi. Mendoj që do kemi dhe rezultate të tilla. Megjithatë, në zgjedhjet e fundit të gjithë e kujtojmë faktin se u luftuar shumë për të pasur lista të hapura, por ato u hapën nga partitë deri në masën e 1/3. A mos ndoshta është vetë dëshira e liderit, sikurse është diskutuar ose hedhur edhe hipoteza të arsyeshme në këtë fazë që ndodhen le themi maggioranca dhe opozita për ta mbajtur kështu në ngërç këtë proces dhe nga ana tjetër a pritet të bëhen pazare sikurse ka ndodhur her pas here jo vetëm në reformën zgjedhore por edhe në reforma të tjera ku të dyja palët ulen në tavolinë dhe njëra liron ose shtrëngon për interesat të saj? E parë konstatimet janë drejta, kemi pasur dhe kemi deri tani ka shkuar situata që vetë partitë ose dy partitë popullore më saktë, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, kanë bërë dhe marrëveshjen se në fundit, kanë bërë dhe marrëveshjen që kanë hapur vetëm 2/3 të poshtë të listës dhe kanë mbajtur të mbyllur pjesën e parë të listës që ishte me 1/3 e mandateve për çdo qark. Problemi është që unë mendoj dhe ne mendojmë si forum që ky lloj skeme, ky lloj taktike dhe e hapjes pjesore të listave, por dhe bërja e marrëveshjes vetëm nga Partia Demokratike me Partia Socialiste për disa interesa të vogla, unë mendoj që nuk e sjell pushtet Partia Demokratike. Gjithashtu, mos bërja një sistemi zgjedhor të ndershëm dhe të kuptueshëm nga gjithë dhe të pranueshëm nga gjithë, prapë nuk favorizon opozitën, por favorizon pushtetin. Që do të thotë që arsyeja dhe ideja e kryesore për të nisur këtë dialog ishte që opozita në tërësi të dalë me një qëndrim të unifikuar. Më pas do jetë negociata midis partive të mëdha të cilat janë në kryesën e reformës zgjedhore për të implementuar këtë sistem. Por Partia Demokratike si partia më e madhe, e cila ka dhe numrat në kryesën e reformës zgjedhore, duhet të ketë një qëndrim të unifikuar dhe me partitë e tjera si mund të jenë parlamentare ose jo parlamentare. Duke pasur një qëndrim të unifikuar dhe duke kërkuar që është një nga opsionet, por kjo do jetë pjesë e kryesës. Listat hapura, do të thotë që listat e hapura do jenë reale, të hapura nga numri 1 i listës deri te numri 140, nëse do të flasim për
Shqipërisë një territor i vetëm dhe jo të ndarë në 12 qarqe. Pra, kjo mendojmë ne jep një lloj zgjidhje dhe një lloj barazie sistemit dhe jep dhe hapësirë partive opozitare që të kenë një lloj bashkëpunimi. Kjo nuk do të thotë koalicion, kjo nuk do të thotë gjendja e marrëveshjes me shumë gjëra të tjera që mund mos bien dakord parti politike, por është një hap i cili çon në përpara opozitën dhe jep vezë një drik minimale shprese. A janë liderët autoritarë shqiptarë në Shqipëri? Fatkeqësisht partitë shqiptare kanë treguar që kanë lider autoritar që vendosë vetëm lideri. Kjo është realitet. Por çështja është si do të ndërtojmë me këtë realitet. Vetëm formë është e numra, duke parë se vota në vetë shqiptar, duke parë se presioni që ka pushteti sot aktualisht është i madh, duke parë që nuk ka interes tjetër dhe partitë e mëdha që ekzistojnë, flas për partitë demokratike, të cilat do të marrin pushtetin, nuk ka interes tjetër përveç se japë një zgjidhje përkundërtare ose të paktën ketë një qëndrim përkundërtar se me çfarë rregullash do të futet në garë. Dhe këtë nuk duhet ta bëjë në përfshimin tonë vetëm për interes partisë demokratike, por duhet ta bëjë për interes të gjithë të tjerëve të cilët janë kundër regjimit, qoftë parti politike, qoftë formacione dhe grupime të tjera të cilat ndikojnë tek voti zgjedhor, në mënyrë që të kemi unifikim qëndrimesh dhe të kemi zgjedhje të tjera të ndeshme. Kjo do t'i hapi mundësinë e faktorizimit jo vetëm partisë demokratike, por të grupimit më të gjerë dhe do t'i hapi mundësinë të kemi edhe koalicione dhe negociata të cilat mund të dëshojnë më mirë demokracisë dhe do t'i kthejnë politikës shqiptare dhe zgjedhjeve të 2029. Ju aktualisht keni pasur parti të cilat keni negociuar, pranuar, janë në fazë reflektimi për të bërë pjesë e kësaj dhe nëse po cilat? Ne kemi negociuar me disa parti, jemi në faza avancimi negocimi me Partinë Demokratike, me Partinë Zotit Lame, në Shqipëri aftohet, me Partinë me DSHK, me Partinë Dashit, e cila nuk është në koalicion me Zotin Berisha. Gjithashtu dhe me një pjesë të partive aleate të partisë politike dhe duke qenë se kemi avancuar mirë, kemi marrë në një grup i cili është vizja për diasporën në Shqipëri e tjerë, i cili është një grup që po punon fort për mbështetjen e diaspora, mendojmë që do kemi një rezultat me një pjesë të mirë të opozitës. Gjithashtu kemi negociuar dhe me Partinë Mundësia, por negocimet me këtë parti janë në fazë fillestare. Nga ana tjetër, a i friksoheni ju apo organizatorët e tjerë faktit që aty këtu janë bërë disa artikulime, ka më parë në publik gjatë trezës, rrumbullakët përsa i përket reformës zgjedhore, ku dy bashkëkryetarët e saj të majorancës dhe të opozitës kanë ngacmuar njëri tjetrin në aspektin që mund të parashtrojmë reformën zgjedhore, por gjithashtu jemi që jemi, pse jo të ndryshojmë diçka dhe në kushtetut. Pra janë hedhur këto sinjale. A ka gjasa që PD në moment fundit, sikurse ka ndodhur jo në raste të tjera reformash, që lë veçmas, pra ju dhe të bëj sipas stilit dhe kokës së saj edhe në këtë drejtim, dhe sa e rrezikshme do të ishte e gjitha kjo? Ne si forum për dialog politik mendojmë që nuk është interes të partisë politike që ajo të bëjë veprime të njëjta, sepse ka treguar politika reale dhe historia se si çfarë ka sjellë marrëveshjet e skutave ose marrëveshjet tek në disë partisë socialiste dhe partisë demokratike. Dhe kryesisht në këtë lloj marrëveshjes, ose shumicën e herëve ka fituar Partia Socialiste dhe jo Partia Demokratike. Kështu që në këtë situatë, ku është Partia Demokratike sot, ku ka marrë një rezultat që gjithë të dobët në zgjedhjet e 11 maj 2025, nuk është interes mendojmë ne që ajo të kryejë një veprime të ardhmen me Partinë Socialiste. Ndryshimi i kushtetutës, për shembull, mendoj që nuk është një akt i cili sigurisht mendoj që nuk mund të bëhet vetëm nga Partia Demokratike dhe nga Partia Socialiste. Është një dokument i cili përfaqëson gjithë shqiptarët. Është një dokument i cili nuk mund të ndryshohet me forcë kartoni, edhe nëse arrin
të ketë mbi 92 ose 94 vota për ta ndryshuar kushtetutën. Kushtetuta kërkon një konsultim, kërkon një debat të gjerë, nëse do ketë pyetja për të ndryshuar. Nuk mund të bëhet vetëm me një marrëveshje të thjeshtë. Por partitë duke pasur diskutime brenda tyre, partitë opozitare, dhe mbajtjen e një qëndrimi për reformën zgjedhore, unë mendoj që Partia Demokratike do jetë më e fortë në negociata kur të përfaqësojë dhe interesin e partive të tjera, pra të ketë një qëndrim të zëruar. Dhe pastaj unë e shoh dhe ne e shohim si forum që do kemi zhvillime pozitive për të ndikuar te Partia Socialiste që ajo të pranojë një sistem më të mirë, një sistem më favorizues për gjithë, pra në interes qytetarit kryestar, pastaj në interes tyre. Në këtë moment, nëse bëhen pushime kushtetuese apo përpjekje për marrëveshje individuale, them që do jetë shkatruese kryesisht për partitë të cilat janë opozitë dhe duan ose e vështirësojnë procesin e marrjes së pushtetit dhe do të mbeten gjithmonë parti kryesore pa rritur dot që të kenë influencë dhe ta marrin pushtetin. Kështu që unë nuk shoh asnjë mundësi aktualisht që Partia Demokratike të shkojë dhe të negociojë me Partinë Socialiste vetëm siç ka bërë dhe herë tjera, pra më herët vetëm për disa interesa të ngushta pasi jemi në zgjedhje lokale shumë shpirti tjetër dhe zonë të jetë shumë i madh në rast të mospasjes së një vizioni të qartë politik dhe pastaj do jetë parë të rushën në zgjedhjet qendrore që mbahen pas 3 vjetësh. E qartë, nga ana tjetër si po do duket Partia Demokratike në këto lëvizje të saj teksa le të themi që protestat nuk është që kanë prodhuar në një gjë spaku së largu, nuk di nëse në Rogoz zhvillohen aktivitete të tjera, por nga ana tjetër shumë afër 23 majit jemi, kështu që një muaj larg, le ta quajmë kështu, a ka një shpresë për ndryshim të leadershipit, të frymës, të asaj hapjes që u diskutua dhe ridiskutua, qoftë nga zoti Berisha përpara se të ushtronte foltoren? Unë personalisht mendoj që Partia Demokratike duhet të ketë një vizion të qartë politik, një ide se si vjen në pushtet, si mund marrin pushtet kjo parti, duhet të qartësoj së pari elektoratin e saj dhe anëtarët e saj, dhe më pas të cilët ata të tjerë të cilët janë elektorat gri dhe janë të kultuar se për të votojnë. Si mund të bëhet kjo gjë? Një nga konsultimet nuk ishte hapja për të nisë pas e garës mundësia për të zgjeruar anëtarësimet, për marrë punëve të reja dhe intelektual dhe njerëz që janë jashtë, është një opcion. Opcioni tjetër, sepse këto opcione shoh pak të shumë në parë oprime dhe dyre se si është Partia Demokratike, dhe ne dimë që në vitet partitë në Shqipëri janë partitë që rrotullohen rreth një figure kryesore, kjo përfshin dhe Partia Socialiste, e cila s'bën zgjedhje prej shumë se 15 vjetësh, nuk e di sa. Problemi është që kryeministri ose partia opozitare, zoti Berisha, ka një bazë elektorate të zgjeruar. Dhe që është faktor në pozitiv. Janë 510.000 vota përsi që janë marrë në zgjedhjet e 11 maj. Si mundet të zgjeroj këto vota? Nëse nuk i zgjeron në format që ne përmenda më herë, atëherë e vetëm mundësia është duke marrë elementë të tjerë të rinj ose kulturë të reja ose partitë të tjera për të bërë pjesë e një diskutimi e një koalicioni më të madh. Opsionet të tjera sot që flasim nuk shoh. Zgjedhja e disa kandidatëve të cilët janë njerëz me reputacion dhe me integritet në zgjedhje lokale, do kishte një mundësi për të rritur vota. Ata pikat të cilat diskutuan pra demokratizimi, proçi, hapja partisë, dhënia e një shansi të gjithëve pavarësisht se çfarë mendojnë apo çfarë debati kanë pasur dhe afrimi çdo vote e cila është anti-pushtet. Kjo do të ishte zgjedhje. Por këto vizion, do të tregoj vetë Partia Demokratike se kush është shansa e tyre me elektoratin e tyre si kurim dhe me të gjithë të tjerë pastaj me gjithë shqiptarët se çfarë mund të ndjekin. Unë nuk e di se kur do ta bëjë Partia Demokratike të pjesë, është në dorë të tyre, mendoj që para ose gjatë këtij procesi dhe zgjedhor që ka Partia Demokratike
përheqin të gjithë opozitën për të ardhur pushtet dhe për të ndryshuar qeverinë. Dhe çfarë ka ndodhur gjatë kësaj kohe? Aty këtu është artikuluar edhe rikthimi metaforikisht i zotit Basha. Pra, ishim mirë kur ishim keq në këto kushte ku ndodhet Partia Demokratike dhe nëse ka ende shpresë më për të ndryshuar diçka në të. Mendoni dhe ju si shumë syresh? Unë nuk di ta them, nuk jam në brojtshëm i Partisë Demokratike, nuk e di. Në gjykimin tuaj. Po, ku ka qenë mirë demokratët ose ata dhe Partisë Demokratike pra në kohën e Bashës apo të kohën e Berishës, mua në momentin personalisht më duhet në momentin që të gjithë tregojnë humbje ose dështime, koha më duhet e mirë. Vitët kalojnë dhe pushtetit bëhet që mundë më i fortë. Kjo është e para. Nëse ka si opozitar, më intereson që të kemë një alternativë, një lloj mundësie ose një lloj sjellje që disa ide që profesion edhe në Partinë Demokratike, por në partitë tjera në Rusi, ti implementojnë në qeveri se kjo është interesi si qytetar. Lufta pastaj brendshme politike që në partitë është do të vinë interes në demokracisë, jo vetëm për ego personale dhe për karrierë personale. Partia Demokratike ka probleme në leadership. Kur nuk do të shihemi kjo dihet, pra ka një diskutim se si do vazhdojë, se nuk është çështje vetëm për sot apo për shkurt, çështja është më gjatë, por do të bëhet brenda Partisë Demokratike me përvojë të duhet të jepet një zgjidhje nga vetë demokratët. A do arrihet apo jo duhet ta shohim më shpejt herët. Filmet përçarje, filmet brapa, diskutimet e emrave të cilët ka kaluar Partia Demokratike pas të drejtuesit, nuk i bën personalisht mendoj Partisë Demokratike, por do të shohim nga e ardhmja. Do të shohim si mundet që të kthej ata më të shkëmbyer, si mundet të kthej intelektualët të cilët besojnë te një alternativë jo të pushtetit dhe të marrin atë elektorat të ri, cili unë mendoj që sot gjithmonë e më shumë po rritet, sepse nuk sheh sjellje ke pushteti, sheh vetëm korrupsion, arrestime, vjedhje miliona euro, kemi parë edhe këtë punë se si dalin pasuritë se rezulton nga provuria të sashme. Kuptohet që shumica sultanëve një pjesë e madhe e zyrtarëve të socialiste janë ose të arrestuar ose në procese dimor, por që të bashkish ish ministra e tjerë, dhe duket për shqiptarët duket që drita të tunelit është shumë larg dhe syt duam apo s'duam, keq apo mirë, do varet nga opozita. Kush do jetë opozita? Kush është opozita? Hajde të diskutojmë. Do ketë alternativa të reja, apo do mbetemi vetëm te Partia Demokratike? Kjo do të parë në vazhdim. Është Shqipëria në pikën më kritike të qeverisjes sipas jush me gjithë këto skandale që dalin dita ditës pavarësisht tentativave për sfumimin e tyre? Unë mendoj që Shqipëria është në pikë shumë kritike. Jemi në një moment ku del hapur dhe qartësohet pas 30 ca vitesh që këtu flasin për korrupsion madhore, të zyrtarëve të lartë, vjedhje të pastër të taksave shqiptare, edhe pse një pjesë të çështjeve nuk janë mbyllur. Po kemi incineratorët të cilët janë gjykuar me vendime të punës prerë. Dhe është treguar që ka vjedhje, ka manipulime. Janë dhe goce të tjera të pafundme ku kemi bashkëpunime të zyrtarëve të shtetit me struktura të kriminit të organizuar. Kemi manipulime të tenderave të caktuar me miliona euro. Dhe në këtë moment nuk besoj se ka një pikë më të keqe për një shtet, përveç se kur dalin në skenë skandale të pafundme. Kryeministri dhe qeveria mundohet ti kamufloj, mundohet ti fshej, mundohet ti zvarrisi dhe ti lejnë në ato të harresës, që njerëzit ti harrojnë shpejt të lloj skandalesh, por sado që përpiqet të lloj njerëzit janë të shpërmirë, çdo ditë rritet çmime, çdo ditë dëgojnë nga afërin turist, sepse jo të gjithë marrin tendera dhe jo të gjithë janë njerëz me pushtet të nivelit të lartë Partisë Socialiste, kështu që dhe ata socialistët e tjerë kanë rezervat e tyre. Dhe mënyrë si pastaj është transformuar Partia Socialiste, por që do ishte për një emision. Patjetër. Nga një parti e cila ka pasur debate me ndihmën e njerëz intelektual,
çfarë dojë dhe na çon në këtë situatë ku dalin kështu dosje me korrupsion ndalëtar. E diçka të fundit shumë të shkurtër. Përballë këtyre korrupsioneve ke qeverisjes në 12 vite, që është shumë e gjatë, le ta quajmë kështu, kushto ishte ajo kandidaturë që ka shprehur interes për kreun e Partisë Demokratike për të bërë opozitën, pra lideri i ri i saj sipas jush. Nga këto kandidatura që janë deri të tanishmit. Unë mendoj që ka potencial Partia Demokratike për të nxjerrë lider. Nuk besoj që Partia Demokratike nuk e ka këtë aftësi. Unë besoj ka një kandidaturë nga ato që kanë shprehur hapur dëshirën e tyre për të qenë pjesë e garës? Unë besoj vizën e Zotit Sajani, se Zoti Sajani e ka ndërmjet personal për të ska lidhje me politikën. Ai ka bërë një vizë për mendimin tim të drejtë, por kjo është një gjë që duhet ta vlerësoj Partia Demokratike. Shoh që ka një lloj entuziazmi dhe vendostorie për ta vazhduar, por njësoj se Zoti Sajani nuk ketë shumë të rinj, të cilët kanë vullnet, kanë kontribuar Partia Demokratike, kanë kapacitete për ta çuar përpara të partisë. Dhe jo për ta funksionuar, për ta ditur dhe për ta çuar në nivele kritike që mos ketë më peshë politike. Diskutimi, debati dhe gjithë pjesa e tyre ose pjesa e betejës brojtshme, nëse të quajmë, është gjë që duhet ta vendosin vetë anëtarët e Partisë Demokratike. Unë një problem kam e diskutuar me ty. A mundet që një votues i Partisë Demokratike të vazhdojë pa punë dhe të humbë? Kjo është pyetja që çdo kandidat apo çdo drejtues i vogël në çdo strukturë të Partisë Demokratike duhet të bëjë pyetje vetes. Mundet që të vazhdojmë papunësisht me alternativa dota dhe me humbje. Kështu që prandaj diskutuam çdo kandidatëve në zgjedhje, në zgjedhje lokale, në zgjedhje vendore dhe brenda Partisë Demokratike duhet të ketë emra dhe më tepër, dhe për te i Zotit Sajani, i cilët duhet dalin për të shpalosur programet e tyre. Kjo është demokracia. Unë mendoj që kjo gjë